Zbardhen të tjera detaje nga aksioni në Bruksel ku arrestua Federica Mogherini, shpërfaqësuese e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe aktualisht rektore e Kolegjit të Europës. Bashkë me të janë arrestuar dhe 2 persona, njëri prej të cilëve Stefano Sanino. Sanino më parë ishte sekretari i përgjithshëm i EEAS-it në drejtimin e Mogherinit gjatë periudhës kur u krijua Akademia Diplomatike. Ai është aktualisht drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Komisionit për Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Gjirin. Operacioni po drejtohet nga zyra e prokurorit publik evropian, e cila konfirmoi se policia belge kishte bastisur edhe Kolegjin e Europës edhe EEAS-in dhe se 3 të dyshuar ishin ndaluar. Hetimi ka të bëjë me dyshime për mashtrim në prokurim, korrupsion dhe konflikte interesi kriminale. EPPO nuk i përmendi të dyshuarit ose institucionet e përfshira dhe nuk pranoi të jepte detajet më teshme ndërsa hetimi është në vazhdim. Zyra Europiane kundër mashtrimit OLAF kuptohet se ka luajtur një rol fillestar duke kryer hetime administrative mbi akuzat për keq përdorim të fondeve të buxhetit të BE-s mes viteve 2021-2022. Pas intervistimit të disa individëve, OLAF ja përsolli gjetjet e saj EPPO, se cila ka kompetencë për të hetuar dhe ndjekur penalisht vepra penale që prekin interesat financiare të BE-s. Hetuesit po shqyrtojnë nëse Kolegji i Europës ose përfaqësuesit e tij kanë mësuar qasje paraprakisht në informacione konfidenciale në lidhje me një tender publik për të pritur dhe drejtuar Akademinë Diplomatike të BE-s, një program trajnimi vjetor i financuar nga EEAS për diplomatët europian me seli në Bruges. Tenderi kërkonte që aplikantët të tregonin se mund të ofronin akomodim të përshtatshëm për pjesëmarrësit.